Algert, sot pritet të mbëri flotilja Sumut, ka një orar e cila do të mbëri në ishullin e Sazanit, ka një aktivitet të parashikuar, pra shko sa aktivistët të cilët udhtojnë në këto 3 varka janë të huaj dhe shqiptar, do të mbajnë ndonjë qëndrim, ata vinë për të mbështetur revolucionin e flamingove dhe për të kundërshtuar edhe projektin turistik si në Zvërnes dhe në Sazan. Po, është e vërtet, ato janë nisur rreth mbrëmjes të djeshme nga Brindisi, nga informacionet që unë kam dhe nga grupi që po merret me këtë punë, janë 3 varka veliera, mund të themi, që do vinë rreth mbasditës së sotme në qytetin e Vlorës, rreth orës 4-5 pritet të mbërrinë pjesën e kalatës pas krave të mi të ankorohen dhe të priten nga grupi organizator. Mendohet që në bordin e tyre janë përfaqësues të medias në Itali, pjesë e shoqërisë civile, gjithashtu mund të ketë dhe përfaqësues politik në këtë pjesë të ekuipazhit. Gjithashtu mendohet që kanë ardhur edhe një pjesë e shqiptarëve, nipërve dhe fëmijëve që kanë ikur drejt Italisë në emigrim 35 vjet më parë dhe këtë e kanë quajtur si rikthim në atë dhe të bive të Vlorës dhe qëllimi i kësaj është mbështetje e protestës. Ata nga informacionet që kam, kanë dhe një agent përcaktuar për gjatë 2 ditëve do qëndrojnë në qytetin e Vlorës sot dhe nesër dhe pritet mbasditën ose orte mes drekës të ditës nesër të nisen drejt Tiranës, ku do jenë pjesëmarrës në protestën që do zhvillohet në qytetin e Tiranës. Do jenë të gjithë këta pjesë që do vinë me flotilje në qytetin e Vlorës, do bashkohen drejt Tiranës ditën e nesër për të bashkuar protestës të madhe kombëtare që po zhvillohet në kryeqytet për rreth mbi 80 ditë proteste. Dhe kjo është qëllimi kryesor i kësaj vizite, është mbështetja e protestës. Nga informacionet që unë kam, nuk ka ndales në zonën e Sazanit, itinerari që dhe agenda e tyre është e përcaktuar.